E ne qa benim se ishim shumë çuna atëre. Hunë në atyre me grus shkonim ne kemi bërë një 50 gjyqe. Shkonim në gjyq në Skrapar, thoshte kryetari i gjykatës, i ngrinte ata i thoshte, i the armik, po tha i thash, kush tha ty ti thash armik? Po partia ta ka thënë, si më partia, pa fashën me shkonim krye lart në fshat. Sërish armik i popullit, nuk e di sot a jeni armik i popullit, po jeni armik i Amës. Jam i sigurt që me 3 fjalë do më vi një tjetër flet nga Ama, edhe pse jemi mësuar në këtë emision të na vinë ankesa, megjithatë. Jo, Ama, unë jam shumë dakord, por unë këto duhet t'i them për efekt sinqeriteti. Po jo, për efekt jo, po edhe për efekt ndaj shoqërisë shqiptare. Edhe për efekt ndaj këtyre. Shiko, ajo ndodhi me mua, se po t'ishte një qytetar tjetër. Jo, i tha 3-4 herë zbrit në furgoni. Tu kështë ikur i shkete, madje po mund t'i kështë dhe në 1 lekë, kuptona do ikte. Ose në shket. Po, kurse unë jo e kundërshtova. Po, t'je mund t'ju them atyre që jam kryetari i ballit kombëtar, edhe kam qenë ish deputet, ai shikoti këto shenja këtu, tak, në fyt, duart në gjoks kështu, edhe ushtronte edhe duke bërtitur fort atë fjali që unë e thash. Pra, tani, unë nuk e them për vete, po kjo të bëhet shembull për të tjerë. Shembull për tjetër, do të thuash si unë edhe mund të kisha rënë viktimë, por unë e kuptova që ai kërkonte të më regjistronte dhe do ta priste atë çam tha mua ai që më shau, edhe do nxirrte pastaj sharjen time, e kupton? Kjo ishte një gjakftësie ime që po të ishte ky një emision darkë, zoti Ali Madhi. Po të ishte emision darkë, po nuk është. Unë do ju pyesja si do donit ju ta shanit atë, por nuk e bëjmë dot. Dhe nuk do ja kërkoj se... Jo, shiko, si qëndron problemi. Jo, unë kam respekt për uniformën e policisë, e kam mbajtur vetë atë. Nuk kam dënuar kur lirit e drejta. Madje kam qenë shumë i egër për ata që i kanë shkelur ligjin. Por të cilët një punonjës policie ndaj me, po ndaj një tjetri. Unë e kuptoj që i ka qenë patronazhiste, por nuk është nuk. Vetëm, unë pse s'tem edhe për pjesën tjetër. Ai ishte i orientuar, pavarësisht se erdhën lokale kryen me... Ai ishte Petriti situatës. Ai ishte sepse mua edhe rasti që ndodhi kur më shoqërua në furgon, ky ngeli vetëm. Edhe ky tani, kur ngeli vetëm, ky ka shanga rob të shtëpisë, që s'ka ndodhur asnjëherë. Ky ka bërtit kastile, e nxori telefonin për ta regjistruar dhe mbajti telefonin këtu, që unë të bija viktim për ta sharë atë. Kështu që e kam të gjithë për uniformën, e kam për një që të civilizohet një shoqëri, që mos veprohet pikërisht me objektiv të përcaktuar, pra dhe kur thuhet që je filani e për tjetër, sigurisht mbahet një qëndrim, po një qytetar tjetër çdo të bëhet, po ata që do të votojnë çdo bëhet me ata. Ata të shkretët janë në frikë. Pyetje për 11 majin. Pyetje për 11 majin kjo dhe kam përshtypjen do të rishihemi para 11 majit zoti Ali Madhi për të parë si po ecën fushata. Ju falenderoj shumë për kohën dhe shpresoj që me kaq nga këtë histori. Faleminderit. Edhe kafja shqeto. Ashtu siç duhet. Jo shqeto, po shqeto me ngjyra. Me dashur publicitet rikthehemi më një herë pas pak.